Mirë se erdhët të dashur peshor në letrat të fejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kur kam hapur letrat, pyetjen që kam bërë është çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme. Dhe po fillojmë me kalorësin e zemrës të dashur peshor. Kalorësi i zemrës është tregon apo pasqyron, këtu po vjen një afërmitet emocional, që nuk do thot patjetër dashuri, por që është më shumë aty. Mund të jetë mik, mund të jetë shoqe, mund të jetë kolegë, por sikur po afrohet pak, dikush po afrohet me fjalë të bukura. Një komunikim më i ngrohtë ose një situatë që të jep ndjesi të mirë në fillim. Shembull konkret mund të jetë dikush që tregohet më i hapur me ty, mund të jetë një flirt apo një lidhje më e lehtë, një person të jep vëmendje që nuk e ke pasur më parë. Kjo është energji e bukur, absolutisht, por jo domosdoshmërisht e qëndrueshme. Ku duhet të kesh kujdes të dashur peshor? Kam djallin. Këtu ndryshon gjithçka të dashur peshor. Pas këtij afrimi ka rrezik për varësi emocionale, të keni kujdes. Është pak, nuk ta thosha vetëm manipulues, por është i ëmbël që të bën sikur të futet në gjak personi që nuk do të thot patjetër në dashuri, mund të jetë dhe një person i afërt, një shoqe, shok, kështu me radhë. Pra varësi emocionale, tërheqje që nuk është shumë e shëndetshme, sikur një lidhje toksike do të quaja, ose një situatë që të lidh më shumë se sa duhet. Shembull që mund të jap dikush që të jep shumë emocion, por jo siguri. Një situatë që të tërheq, por të lodh. Në lidhje kur ndihesh e lodhur, por jo e qetë. Kujdes, jo çdo ndjenjë forte është e mirë për ne. E në këtë rast për ju. Letra trete është faqe e zemrës së dashur. Mundësia që po vjen. Këtu ka një mundësi tjetër, më e thjeshtë dhe më e pastër. Nga kjo këtu. Një komunikim i sinqert. Një fillim pa lojra, pa manipulime. Ose një person që nuk është dramatik, por shumë real, shumë i sinqert. Por kjo mund të duket më pak interesante krahasuar me emocionin e fortë të letrës, së parë. Dhe këtu është zgjidhja. Çfarë duhet të bëni konkretisht? Këtu të dashur peshor, kjo letër do të thotë, duhet të kthesh fokusin tek vetja. Kjo do të thotë të mos ndjekësh vetëm emocionin e momentit, të dashur peshor, të mendosh çfarë të bën mirë realisht, të zgjedhësh qetësinë mbi dramat. Shembull që mund të jap konkret është, nëse diçka të lodh, mos e romantizo. Mos e arsyeto. Nëse dikush të huton, mos e justifiko. Nëse ndihesh më mirë pa një situatë apo pa, kjo është përgjigje. Qetësia është treguesi i fortë. Dhe këshilla e dashur tash, mund të jetë dhe i dashur peshor nga Oracle, a mund t'i besosh ende? Do thot diçka këtu që po sillet të kthehet, mund të jetë një rikthim që dëshiron të ndodhë në jetën e juaj. Kjo është shumë direkte. Pyetja nuk është a e do, por a është i apo e besueshme. Mos e anashkalo këtë. Nëse ke dyshime, do të thotë ka arsye. Nëse nuk ka qartësi, është përgjigje më vete. Më mirë këtë, se këtë pra. Do thotë një situatë kur do jeni në mes për të zgjedhur, mund të jenë persona, mund të jetë punë, mund të jetë në dashuri, mund të jetë në miqësi, apo çfarë do që të jetë. Dëgjoni zemrën e juaj dhe sipas saj veproni. Të dashur, këto ditë sjellin emocion në fakt për ju, por edhe provë. Një gjë të tërheqë, një gjë është më e qetë. Dhe ti duhet të zgjedhësh mes tyre pra. Mos zgjidh atë që të ndez për momentin, zgjidh atë që të mban në paqe. Zgjidh atë që të mban në paqe.
sepse gjithmonë është më e qëndrueshme.